Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 9 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Nëntë qershor. Ngjarje 1940. Norvegjia i u dorëzua nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. 1958. Mbretëresha hapi aeroportin e rregulluar në Gatwick në jug të Londrës, që ishte modernizuar në një kosto prej 7 milion sterlinash. 1969. Senati Amerikan konfirmoi Warren Burger në krye të drejtësisë së SBA-s, duke e pasuar Earl Warrenin. 1970. Mbreti Hussein i Jordanis i shpëtoi një tentative atentati, pasi që personat armatosur kishin hapur zjarr mbi automjetin e tij zyrtar rrugës për në pallat. Lindje 1963. Lindi Johnny Depp, aktor amerikan. 1978. Lindi Miroslav Klose, futbollist gjerman. 1984. Lindi Wesley Sneijder, futbollist holandez. 1986. Lindi Mërgi Mavraj, futbollist shqiptar. 1981. Lindi Natalie Portman, aktore. 1952. Lindi Bülent Ersoy, këngëtare turke. Vdekje 1870. Vdiq Charles Dickens, shkrimtar anglez. 1974. Vdiq Miguel Angel Asturias, shkrimtar guatemalez, nobelist. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Ernest Otto Beckmark, i cili është një kimist mjaft i njohur. Ai lindi në Gjermani më 4 korrik të vitit 1853 dhe ka ndëruar jetë në 12 korrik të vitit 1923. Beckmann kishte bërë disa punë të rëndësishme në kimi, të paraqitura si termometri diferencial i shpikuri Beckmann dhe gjithashtu zbuloi rirregullimin e Beckmannit. Termometri diferencial Beckmann është një pajisje që përdoret për të matur diferencat e vogla të temperaturës, por jo vlerat absolute të saj. Gjatësia e një termometri Beckmann zakonisht varion nga 40 deri në 50 cm. Shkalla e temperaturës në këtë termometër zakonisht mbulon rreth 5 gradë Celsius dhe ndahet në 1/100 e një shkalle. Zmadhuesi i termometrit Beckmann bën të mundur vlerësimin e ndryshimeve të temperaturës deri në 0.001 gradë Celsius. Karakteristikat e rëndësishme të modelit të termometrit të Beckmann është një rezervuar në skarën e sipërm të tubit me anë të stilës. Sasia e mërkurit në llampë mund të rritet ose zvoglohet në mënyrë që instrumenti të vendoset për të matur ndryshimet e temperaturës në nivele të larta ose të ulta. Vlera e temperaturës në të kundër diapazoni termometrit tipik me mërkur prej xhami është i fiksuar, duke u vendosur nga shenjat e kalibrimit të gdhendura në xham ose në shenjat në shkallën e printuar. Një tjetër element mjaft i rëndësishëm që kimisti Ernest Otto Beckmann ka bërë është dhe rirregullimi i katalizatuar i një acidi me një oksidim në një amid. Zgjidhja e Beckmann përbëhet nga acidi acetik dhe acidi klorhidrik. Acidi acetik u përdor gjërësisht për të katalizatuar rirregullimin. Mund të përdoren gjithashtu dhe acide të tjera si acidi sulforik ose acidi polisulforik. Mekanizmi. Reaksioni i rirregullimit të Beckmann fillon me protonimin e grupit të alkoolit duke formuar një grup më të mirë largues. Grupi R trans në grupin që largohet më pas migron në azot duke rezultuar në një karbokacion dhe lërimin e një molekule UE. Tautomerizimi, një reaksion mjaft i rëndësishëm i shpikur nga Beckmann.
Ky reagim zakonisht rezulton në migrimin formal të një atomi ose protoni hidrogen, i shoqëruar nga një ndërim i një lidhje të vetme ose një lidhje dyfishe të ngjitur. Koncepti i tautomerizimeve quhet tautomerizim dhe është një rast i veçantë i izomerizimit strukturor dhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në çiftëzimin e bazave jo kanonike në molekulat e ADN-s dhe veçanërisht të RNA-s. Ernest Otto Beckmann ka luajtur një rol të rëndësishëm fal reaksioneve dhe shpikjeve të tij, të cilat mund të themi që kanë përmirësuar disi jetën tonë. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të frutit duku, ose siç njihet në disa vende të tjera langsat. Fruti duku është rritur kryesisht në Azinë Juglindore, në të gjithë arkipelagun e Malajzisë dhe gadishullin tajlandez në Malajzi dhe Indonezi. Ai është mjaft i rëndësishëm pasi përdoret kundër kancerit. Lëkura e këtij fruti është gjithashtu e mirë për të kuruar kancerin dhe është shumë e fuqishme në parandalimin e riprodhimit të qelizave kancerogjene. Ai përbëhet nga shumë lëndë ushqyese, minerale, fibra dhe vitamina, të cilat thuhet se janë të vlefshme për trajtimin e kancerit, kryesisht ato që lidhen me sistemin tonë të tretjes. Fruti duku është mjaft i dobishëm për parandalimin e plakjes së parakoshme. Një nga faktorët që shkakton plakjen e parakoshme janë radikalet e lira. Vitamina C në këtë frut është mjaft efektive për të mbrojtur trupin nga sulmet e radikaleve të lira. Vitamina C gjithashtu është e dobishme për mbrojtjen e proteinave lipidike, acideve nukleike dhe karbohidrateve nga dëmtimi i strukturuar nga radikalet e lira, nga ndotja ose toksinat. Forcon dhëmbët dhe kockat tona. Fruti langsat ose duku përbëhet nga vitamina A, njohur gjithashtu si renitol ose karotenoid dhe fosfor. Vitamina A është një vitaminë e tretshme në yndyrna, e cila luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e dhëmbëve dhe kockave të skeletit. Fosfori është gjithashtu i dobishëm si një agent për formimin e kockave dhe dhëmbëve. Konsumimi i frutave langsat do të lejojë që më shumë nga këto vitamina dhe minerale të hyjnë në trupin tuaj. I mirë për sistemin tretës. Fruta duku përbëhen nga fibra shumë të larta, ndaj konsiderohen të dobishme për tretjen. Përveç kësaj, ky frut është dhe ushqyes për të parandaluar kancerin në traktin tretës. Përmbajtja e kalorive, mineraleve dhe hekurit në fruta është më e madhe kur krahasohet me mollët ose portokallet. Ruajtja e shëndetit të mishrave të dhëmbëve. Shëndeti i mishrave të dhëmbëve mund të trajtohet duke konsumuar vitaminë C. Siç është përmendur tashmë, fruti duku ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C, e cila ndihmon në ruajtjen e mishrave të dhëmbëve të shëndetshëm. Burimi i antioksidantëve. Fruti duku përmban përfitimet e vitaminës C, e cila vepron si një antioksidant. Vetë antioksiduesi është një lëndë ushqyese që punon për të shmangur trupin nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Antioksidantët gjithashtu luajnë një rol për të parandaluar trupin nga ndëmet e shkaktuara nga ndotja dhe substancat të tjera toksike. Përmirësimi i sistemit imunitar. Vitamina C është e nevojshme për të mbajtur trupin e shëndetshëm. Vitamina C në frutin duku është efikase për të ruajtur imunitetin. Humni peshë. Fruti duku nuk supozohet se mund të përdoret dhe për të humbur peshë, por ai ndihmon trupin të marrë karnitin, e cila do drejtojë molekulën e yndyrës në një ynd që ndjek yndyrë. Këto molekula yndyrë duhet të merren parasysh përkudo që është duke humbur peshë, sepse nëse ka mungesë të molekulave të yndyrës, trupi do të ndihet i lodhur dhe do të ketë një mungesë energjie. Ruan shëndetin e lëkurës, duke qenë se është i pasur me vitaminë E. Ai ruan shëndetin e lëkurës. Vitamina E është mjaft e rëndësishme pasi shërben për të mbrojtur trupin dhe lëkurën nga rrezet ultraviolet dhe ndihmon në shërimin e plagëve. Gjithashtu,
ndihmon në përmirësimin e niveleve të kolesterolit, lehtëson sulmet e migrenës. Disa kërkime kanë zbuluar ndikimin pozitiv të riboflavinës ose vitaminës B2 në minimizimin dhe luftimin e sulmit të migrenës. Ky frut përmban një sasi të konsiderueshme të kësaj vitamine, prandaj përdoret për të reduktuar shanset për një sulm të migrenës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 17 deri 26 gradë Celsius, Kukës 11 deri 20 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri 24 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 26 gradë Celsius, Durrës 20 deri 24 gradë Celsius, Kavaj 21 deri 24 gradë Celsius, Elbasan 17 deri 27 gradë Celsius, Berak 16 deri 25 gradë Celsius, Korç 11 deri 21 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 25 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri 24 gradë Celsius, Sarandë 17 deri 22 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe me diell. Ndërkohë, në zonat veriore të vendit parashikohet të ketë rreshqe të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 14 deri 24 gradë Celsius, Podujev 14 deri 23 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri 24 gradë Celsius, Pej 15 deri 23 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 23 gradë Celsius, Gjakov 15 deri 26 gradë Celsius, Malishev 17 deri 24 gradë Celsius, Gjilan 16 deri 24 gradë Celsius, Ferizaj 15 deri 25 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri 25 gradë Celsius, Prizren 14 deri 24 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.